Mirë, ndalemi tani tek zhvillimet ditës, sepse sot është një datë mjaft e rëndësishme për të rinjt, maturantët, të cilët gjatë ditës së sotme kanë hyrë në provimin e dytë të maturës shtetërore, atë për gjuhën shqipe dhe letërsim, por rikthehet fenomeni i daljes tezës. Do të shkoj tani në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Joana Preja për të kuptuar çfarë ka ndodhur, ku ka dalë kjo tezë dhe çfarë reagimesh ka patur deri më tani. Joana, të përshëndes, çfarë dim deri në këto momente dhe cilat kanë qenë reagimet zyrtare nëse ka patur tilla deri në këtë moment? Të përshëndes. Në fakt, Arlind, vetëm pak minuta pas fillimit, pra pas nisjes zhvillimit e provimit të maturës, pra në gjuhën letërsi, në gjuhën shqipe dhe letërsi, është publikuar teza në të gjitha rrjetet sociale. Menjëherë ka pasur një reagim nga Ministria e Arsimit, e cila thotë që rasti është evidentuar, pra zënësi ka qenë nga qarku i Kukësit edhe menjëherë është identifikuar dhe përjashtuar nga provimi. Po ashtu, nga Ministria e Arsimit thonë në njoftimin zyrtar që do të ketë masë administrativa për të gjithë, pra zinxhirin që ka qenë pjesë e kontrollit, por edhe e menaxhimit e procesit në qendrën e provimit. Sipas njoftimit pra zyrtar të Ministrisë së Arsimit, nuk do të ketë asnjë tolerancë për të gjithë ata që shkelin rregullat për mirëmbajtjen e procesit e provimeve të maturës shtetërore. Po ashtu, në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Arsimit theksohet që duke marrë parasysh se provimi, pra teza është publikuar dhe është publikuar në rrjetet sociale pas nisjes së provimit, nuk cënon në asnjë moment mbarvajtjen edhe mirëmbajtjen e të gjithë procesit që po zhvillohet pra në 144 qendra në të gjithë vendin. Po ashtu mund të theksohet që fakti që është publikuar provimi vetëm pak minuta, pra raportohet se kanë qenë 20 minutat e para, të cilat pas nisjes së provimit, të cilat është publikuar edhe ka qarkulluar me shpejtësi në rrjetet sociale. Mbetet për të theksuar fakti se në provimin e parë që është zhvilluar para afro një jave, është shmangur një incident i tillë pasi teza e gjuhës së huaj nuk ishte publikuar. Mirë, Joana, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, detajet, informacionet që përcolle.